Nata e Kadrit, një natë me vlerë mbi 1000 muaj. Nata e Kadrit është një nga netët më të mëdha dhe më të bekuara në Islam. Ajo përmendet në Kur'an dhe ka një rëndësi të veçantë për çdo besimtar. Kjo natë gjendet në muajin e bekuar të Ramazanit dhe është një mundësi e madhe për falje, mëshirë dhe afrim me Allahun. Allahu i madhruar në Kur'an ka zbritur një surë të veçantë për këtë natë, duke treguar madhështinë dhe rëndësinë e saj. Zoti i Madhërisht thot: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu bi idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ne kemi zbritur atë Kur'anin në natën e Kadrit. Çfarë të bëri ty të dish se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Ne të zbresim lajket dhe shpirtin Xhibril me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo natë është paqe deri në agim të mëngjesit. Këto ajete tregojnë qartë se nata e Kadrit është një natë me vlerë të jashtëzakonshme. Kurani na mëson se kjo natë është më e mirë se 1000 muaj, që do të thotë më shumë se 83 vjet adhurim. Është një dhuratë e madhe nga Allahu për umetin e Muhamedit alayhis salam. Me një natë adhurimi, besimtari mund të fitojë shpërblime që janë më të mëdha se adhurimi i një jete të tërë. Nata e Kadrit është gjithashtu nata në cilën filloi zbritja e Kuranit. Kurani është fjala e Allahut, është udhëzim për njerëzimin. Zbritja e tij në këtë natë e bën atë edhe më të veçantë dhe më të shenjtë. Kurani është dritë për zemrat dhe udhëzim për jetën. Ai udhëzon njeriu drejt së mirës dhe e largon nga e keqja. Pejgamberi Muhammed alayhis salam i ka kushtuar rëndësi shumë të madhe kësaj nate. Ai nxiste besimtarët që ta kërkonin natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Veçanërisht në netët tek, natën e 21, 23, 25, 27 dhe 29. I dërguari i Allahut ka thënë: Kush e kalon natën e Kadrit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, atij do t'i falen mëkatet e kaluara. Ky hadith tregon se kjo natë është një mundësi e jashtëzakonshme për faljen e mëkateve. Allahu është falës dhe i mëshirshëm dhe në këtë natë ai u jep robërve të tij mundësinë që të pastrohen nga gabimet dhe mëkatet. Në këtë natë melekët zbresin në tokë me lejen e Allahut. Në mesin e tyre është edhe meleku Xhibril, i cili është një nga melekët më të mëdhej dhe më të nderuar. Zbritja e melekëve është një shenjë madhështisë së kësaj nate. Ta sjellin mëshirë, paqe dhe bekim për besimtarët që adhurojnë Allahun. Nata e Kadrit është një natë paqe dhe qetësie. Ajo është një natë ku zemrat e besimtarëve mbushen me dritë dhe shpresë. Në këtë natë, lutjet pranohen dhe mëshira e Allahut është shumë e madhe. Prandaj besimtarët përpiqen ta kalojnë këtë natë me adhurim, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë dua dhe duke përmendur Allahun sa më shpesh. Një nga lutjet më të njohura që pejgamberi alayhis salam u mësoi sahabëve për natën e Kadrit është kjo dua: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahu im, ti je falës se do faljen, prandaj më fal mua. Kjo lutje është shumë e thjeshtë, por shumë e thellë në kuptim. Ajo tregon se njeriu gjithmonë ka nevojë për faljen e Allahut dhe për mëshirën e tij. Besimtari në natën e Kadrit duhet të përpiqet të bëjë sa më shumë vepra të mira. Ai mund të falë namaz natë, të lexojë Kur'an, të bëjë dhikr, të jap sadaka dhe të lutet për veten dhe për të tjerët. Kjo është një natë ku çdo vepër e mirë shumë fishohet dhe shpërblimi i saj është i madh. Nata e Kadrit gjithashtu na kujton rëndësinë e Kuranit në jetën tonë. Kurani nuk është vetëm një libër për të lexuar, por një udhëzim për jetën. Ai na mëson si të jetojmë drejt, si të sillemi me njerëzit dhe si të forcojmë lidhjen tonë me Allahun. Për besimtarin kjo natë është një moment reflektimi dhe pendimi. Ai mendon për jetën e tij, për veprat që ka bërë dhe për rrugën që duhet të ndjekë në të ardhmen. Pendimi i sinqertë është një nga veprat më të mira që mund të bëhen në këtë natë. Në fund, nata e Kadrit është një dhuratë e madhe nga Allahu për besimtarët. Ajo është një mundësi për falje, për mëshirë dhe për shpërblim të madh. Çdo besimtar duhet të përpiqet të kërkojë këtë natë dhe ta shfrytëzojë sa më mirë me adhurim dhe lutje. Ne të lutemi që Allahu të na mundsojë të arrijmë natën e Kadrit, ta kalojmë atë me besim dhe sinqeritet dhe të na pranojë lutjet dhe veprat tona. Allahu na bëf prej atyre që fitojnë mëshirën dhe faljen në këtë natë të bekuar. Amin.